Largimi i Eglitakos nga Big Brother VIP Albania 4 ka surprizuar publikun dhe ka ndezur debate të shumta në rrjet prej ditësh. Ky zhvillim është tema kryesore në mediat rreth, me fansa që vazhdojnë të spekulojnë për të ardhmen e saj. Së fundmi një foto e publikuar në rrjetet sociale, ku pretendohet se ajo ndodhet në jug të Shqipërisë me një mikesht të saj, ka ngritur edhe më shumë dyshime. Por a është larguar Egli përfundimisht nga loja? Gjatë një interviste në një studio televizive, gazetari i njohur Ronaldo Sharka ka ndezur spekulime duke sugjeruar se Egli mund të rikthehet në Big Brother VIP Albania 4. A mund të ndodhë një rikthim surprizë? Edhe pse një gjë e tillë mund të duket e pamundur, Sharka thekson se formatet e ngjashëm si Big Brother në botë kanë aplikuar rikthimin e banorëve, madje kjo formulë është përdorur edhe në edicionet e kaluara të Big Brother VIP Albania. Përshtypja ime personale është që Egli edhe mund të rikthehet, edhe mos u habisni nëse e rikthehet, edhe nëse shanset për të fituar janë të larta. Ndërkohë një tjetër teori që po qarkullon në rrjet është se Egli mund të jetë izoluar në një dhëmbë sekrete dhe do të rikthehet me një mision të veçantë. Megjithatë, Sharka nuk e mbështet këtë teori, por thekson. Disa mendojnë që ajo është e izoluar në një dhomë. Unë këtë nuk e besoj, por mendoj që mund të rikthehet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.